Dersën e djeshme e kishim, o ju të cilët keni besu, përmendeni Allahun shpesh apo shumë. E sot me lejen Allah Azza wa Jall do ta kemi një urdhër prej urdhëve të tjerë të Allahut subhanahu wa taala që drejtohet besimtarëve, dhe ne kemi thënë se çdo ajet kur ta lexosh nëse gjen atë ja ju alladhina amanu, o ju të cilët keni besu, duhet të jesh i kujdesshëm, si hapur, edhe të jesh i vetëdijshëm, me vëmendje të plotë se Allahu të drejtohet tyje. Andaj këtë ajet Allah subhanahu wa taala ka thonë: ja ju alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. O ju besimtar, o ju musliman, Allahu subhanahu wa taala thot: kulu min tayyibati ma razaqnakum wa amalu saliha. Allahu ju drejtohet dhe ju thot: o ju cilët keni zonë besë Allahun subhanahu wa taala dhe besut Allahun, hani ushqim halal, hani prej të mirëve të Allahut, mundohuni që të hani halal, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, nëse jeni prej atyre të cilët i besoni Allahut subhanahu wa taala. Me një ajet tjetër thot: ja ju alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum wa amalu saliha. O ju të cilët keni besua, mundohuni, po në mënyrë të prerë, hani të mirët që i ka zbritë Allahu dhe halal. Wa amalu saliha, e më pas punoni punë të mira. Këta jetë e zgjedha vëllezër dashur se një pjesë e komentuesve të Kur'anit, atyre të cilët e kanë komentuar librin e Allahut subhanahu wa taala, kanë thonë që Allahu me këta jetë i urdhëron besimtarët në mënyrë direkte dhe ju thotë: para se të punoni vepra të mira, para se të afroni te Allahu subhanahu wa taala, para se të krijeni gjitha adhurimet, wa amalu saliha, sa ushqeheni një herë me halal. E nëse ushqemi me halal, atëherë ushqimi jon halal që do të shkon në lugthin ton, e më pas do të shndrohet në energji në trupin ton, kjo do të na nxit që të punojmë mirë. Për këtë edhe Allah tha: kulu min tayyibat, hani të mirat, hani halal, wa amalu saliha, e më pas punoni mirë. Vëllezër dashur, ushqimi halal është dy lloj. Halal të cilën e ka bëu Allahu, apo të themi ndryshe, ushqimet haram janë dy lloj. Ushqimet që në mënyrë direkte Allahu subhanahu wa taala i ka ndaluar, edhe aty dini i madh dhe i vogël. Shembull, alkooli është haram, mishi i derit është haram, softina është haram. Këtë dina ketë, edhe i di i madh i vogël prej muslimanëve. Mirë po, ekziston mundësia ndonjëherë që me kon ushqimi halal, mirë po për një vepër tillë, për një vepër pa marrë parasysh çfarë ka, mundet të më bëhet edhe haram. Si për shembull, me shku në restoran me hongër mish halal, me hongër ushqim, është halal. Shkon në restoran, e porosit një gjevrek apo e porosit një burek, e han. Bureki është halal. Amë nëse hik dhe nuk e pagun këtë burek, të bëhet haram. Nëse hik apo e vjedh një ushqim, mundesh me shku me vjedh 1 kg bukë. Buka është halal, në esencë është halal. Mirë po vepra jote të cilën e ke bërë, dhe ajo është vjedhja, ta ban këtë ushqim haram. Andaj sot inshallah me lejen e Allahut Azza wa Jall do të flasna për pasurinë me të cilën ne e blem këtë ushqim, edhe ky ushqim bazuar me këtë pasuri, o do të jetë halal, o do të jetë haram. Nëse ti pasurinë e fiton në mënyrë të lejuar, ashtu siç ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ushqimin të cilin e han është halal. E nëse mënyra e fituarit është haram, atëherë gjithë çfarë ushqesh është haram. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: kullu lahmin nabata min al-harami fa naru awla lah. Fa çdo mish që e ka qëllim, çdo atom, çdo ruz gjaku, çdo energji që zhvillohet në trup prej haramit, zjarri është më primar të djegë ata. Zjarri është më haklime e djegë. Andaj kur folna për halalin edhe haramin, vëllezër të dashur, e veçantë fituarit e pasurisë me halal është punë e madhe. Se vetë pasuria, vëllezër të dashur, në gjuhën arabe i thënë mal. Mal që anon,
Po unë duke mundu pak duke mundu me afru pak mal, është pare, pasuri. Edhe pasuria në duke gjuhës arabe e ka morë prej do me thonë, pasuria në gjuhën shqipe e ka morë kuptimin prej asaj arabishtës, se mal është anon. O do të anojsh nga një personalitet i cili e ka pas pasurin halal, o do të pasojsh, do ta pasojsh një individ i cili e ka pas pasurin haram. Për këtë shpesher, djetarët ka thonë që njeriu i cili e ka pas pasurin halal, pasuria, o do ta pasojsh Sulejmonin a.s. i cili ka thonë, hadha min fadli rabbi li yabluwani ashkuru am akfur. Tha kjo pasuri është prej Allahut. Pra pasuria, rrisku është prej Allahut. Për këtë edhe Sulejmoni tha, hadha min fadli rabbi, kjo është prej Allahut. Kjo pasuri të cilën unë e posedoj, këtë pushtet të cilin e kam, edhe këtë mbretëri të cilin e kam, është prej Allahut subhanahu wa taala. Hadha min fadli rabbi, kjo është falenderoj, do me thonë, kjo është thjesht falenderim ndaj Allahut që ma ka dhënë këtë pasuri, do me thonë që të më sprovon mua, e eshkuru am akfur. Të më shofe mu që ja do t'jem falenderus apo muhus. Edhe inshallah ne nuk anojmë nga Karuni, i cili thojke innema utitu alel ilm. Thojke këtë pasuri nuk është prej Allahut. Ma e kam fitu me mençurinë time. Jam koni Zoti, jam çun katër në sabah, jam munue. Jo, do me thonë, ne jemi prej atyre të cilët e pasojmë Sulejmonin dhe e dim se gjithë kjo pasuri është prej Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër të dashur, natyra e njerit pastërt, edhe argumentet e shariatit tregojnë se njeriu e don pasurinë. Edhe e don me një dashuri e cila nuk përshkruhet. Domethënë atë shumë pasuria dhe parja është një jetën tonë përditshme, ashtu siç është uji në trup. Ashtu siç është uji në trup, ashtu është edhe pasuria në jetën tonë përditshme. S'mundesh me gjetë pjesë trupit pa ujë. Ashtu nuk mundesh me gjetë në jetën tonë njerëzit që se ka kaplu pasuria. Në gjitha sferat e jetës na ka kaplu pasuria. Mu përket Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Edhe kjo është natyrshmëria e njerit. S'mundesh me gjetë një njeri i cili nuk e don pasurinë. Edhe budalla është budall. Me bëm ja dhoni 500 euro, edhe më ja çitni 500 euro, edhe një 10 euro. Vallahi çat 500 ta merr. Ta merr 500. Ani pse se di? Ama e merr, se di që është më shumë. Edhe e merr çat 500. Gjithkush e don pasurinë. Mirë po Allah azza wa jall na ka kallëzuar në Kur'an, edhe na ka treguar se pasuria mund të jetë ndonjëherë sprovë dhe fitnë. Pasuria mund të jetë sprovë dhe fitnë. Për këtë Allah azza wa jall ka thonë: "Inma amwalukum wa auladukum fitna." Tha ju njerëz, pasuria juve edhe evlat të juve mund me qenë fitnë, sprovë për juve, që me ju këshirë Allah azza wa jall sa i keni dru Allahut, sa i keni frikë Allahut, sa e mirëni parasysh Allahun kur ju e fitoni pasurinë. A e keni dert Allahun, a është i kënaqur apo është i hidhur? A lejohet, a nuk lejohet? A ban, a s'ban? A është Allahu razi, a e fitoj xhenetin, a e fitoj xhenemin? Vëllezër të dashur, sa për ilustrim, ekziston mundësia ndonjëherë me një hurmë të halalit, me një hurmë e halalit, të cilën e fiton me halal, ditën e gjykimit do të peshon. Ditën e gjykimit do të peshon sa kodra e hudit. Një hurmë halal peshoj kanë ditën e gjykimit se vape sa kodra e hudit. Por ekziston mundësia një gjysmë hurme me halal, gjysmë hurme me halal, ta mbyllish derën e xhenemit. Ta mbyllish derën e xhenemit. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ittaqun nara wala bi shaqqat tamr." Tha keni frikë Allahut, mbrojuni prej zjarrit të xhenemit, qoftë edhe me një gjysmë hurme. Pastaj vëllazër, mos u habitni se çështja e halalit, pasurisë e halalit, edhe haramit është shumë i rëndësishëm në Islam. Tepër është i rëndësishëm në Islam. Andaj një misfak, i cili në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam s'ka pas kurrë farë vlerë për neve. Mund të provohemi me fitnën e pasurisë. Gjithë se cili për neve. Askush për neve nuk është imun. Të gjithë jemi objektiv. Të gjithë jemi objektiv dhe askush nuk është imun. Vëllezër dashur, jam mundue në mënyrë të shkurt t'i ceki 4 grupet njerëzish, të cilët janë më shumë objektiv dhe më pak imun ndaj fitnës së pasurisë. Andaj vëllazër, grupi i parë është njerëzit të cilët kanë ambicie. Edhe kur themi njerëzit të cilët kanë ambicie për çështjet e kësaj dunjos,
me pas një shtëpi më të mirë, me pas një vetur më të mirë, me pas një komoditet më të mirë, me konë më rahat, me konë më gjonë, me konë më mirë. Kjo nuk është haram në islam. Kjo nuk është ndaluar në islam. Po ki komoditet, edhe kjo rahati dhe kjo gjënësi, qoftë shtëpi, qoftë vetur, vëllezër arrihet në dy mënyra. O do të harish me halal, o do të harish me haram. Andaj shpesh herë njerëzit duke jetu me tjerët, duke jetu me një shoqëri ku ne shoqërohemi dhe shohmi dhe takojmë njerëz të ndryshëm. Edhe i shohmi ato të tjerë të cilët kanë arritur shumë. Ti nalesh dhe mendohesh. Thuaj subhanallahu, me një rrugë të cilën e marrun, as nuk mujt ta xhanoj shtëpinë, as nuk mujt me xhanu shtëpinë, as mujt me ndru veturën, as nuk mujt me pas komoditet. Andaj mënyra e vetme është harami. Me fillu me haram, se me haram ma shpejt arrihet, ma shpejt pasurohesh, ma shumë fiton me haram. Me halal ka dale, shumë ka dale po hec. Çka të ban? E kjo një fitne. Ki grup njerëzish sprovohen munën ka të njerë për shkak që mu zgjanue, me pas jetë ma komode dhe duke pritu me po sabër në halal, çka ban? E shtin njeriun me mendu ka harami apo mu zgjit me një burim i cili është haram. Kjo është grupi i parë i njerëzish. E përket pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë le të mutë nafs. Tha s'ka me vdek një njeri, ftyrën e tokës pa hongër rrezikun e vet funit. Fajmilu fi talab, thalibna ni halal. Atë të cilën tek vëllezër dashur, gjithsesi cili për neve do të më ditë, gjithsesi cili kush ka arrit me haram një sasi të pasurisë, ka pas mundësi me lip me halal, ama është gutën. Ka desh më shpejt, se nuk i ka mendu pasojët. Po të kish bo sabër, e kish fitu me halal. E kini rastin Aliut radiallahu anhu ku një ditë prej ditëve shkon në xhami edhe e jalen një fëmijës me harujt kalin. Jalen një fëmijës me harujt kalin. A i fëmija shka ban, hin Aliu radiallahu anhu në xhami edhe fal namaz kur kthehet e shef kalin mirë po rripin të cilën e ka qenë tërkuzën, që ka qenë e lidh, kalin nuk e ka. E shefa djalin nuk ka, subhanallahu, kush ka filoni, tha hiki e ka vjedh atë tërkuzën edhe ka shkuën në pazar. Edhe ki shërbëtorën e vet i thot çe parë çka blen një rrip. Shkon e blen një rrip. Sa i kish ble 1 dinar. Kur ja be Aliut radiallahu anhu, thot subhanallahu, thot rripi jam. Çat rrip që i kish vjedh, ki shërbëtori ja blen atina. Hadi shka thot Aliut radiallahu anhu, tha subhanallahu. Kur hina në xhami e pata njet që ai shka marrujti kalin, t'ja jap 1 dinar. Çat 1 dirhem. Çat parën t'ja. Ha ma ai tha, nuk boni sabër në halal, u gut. Tha e fitoj me haram. Për këtë lusë në Allah në zëgjel që të në banë për ati. Kjo është grupi i parë i njerëzve. Grupi i dytë i njerëzve janë njerëzit të cilët janë të pamjaftueshëm. E për grupin e parë, falni vëllezër, për grupin e parë të cilët kanë ambicie, edhe i dëshirojnë këto me ngulim, edhe i dojnë shumë, mirë po nuk zgjedhin rruga halal e haram, se me halal shumë rond, shumë vështirë. Tha Allah subhanahu në Kur'an ju drejtohet i thot kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa amwalun iktaraftukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih. Tha thuaj atyre, nëse baballarët e juve, fëmijët e juve, vllazërit e juve, gratë e juve, familja juve, pasuria juve dhe shtëpitë të cilët ju i keni qef, edhe shtëpitë të cilët ju aknaqin sinin, shtëpitë mëdha, wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ila Allah, ahabbu ilaykum min Allahi wa rasulih. Tha nëse këto janë më të dashura tek ju te Allahu dhe pejgamberi, atëherë bani. Atëherë hiç mos këshir. Nëse ju jepni përparësi kësaj dunjos para Allahut, vazhdo. Anë ti, si besimtar, si musliman, dush me thonë, ka dale. Ma e dashë për mua është Allahu. A është Allahu razi? A është Allahu i kënaqur? A bën kjo edhe ndalesh. Kike grupi i parë njerëzve janë ato të cilët kanë ambicie për të arritur komoditet të jetës, mirë po e zgjedhin haramin. Të dytë, grupi i dytë janë njerëzit të cilët nuk ju mjafton parja. Vëllezër dashur, ekzistojnë dy lloje njerëzish. Disave nuk ju mjafton parja pse punojnë. Hakat, rogën lisht, shkon pun, shkon punon, hakat, mirë po qa që ka rësë. Edhe grupi dit, janë njerëzit të cilët nuk ju mjafton para për taraqëllëkun e tyre të cilën e bajnë. Për luksin të cilën e bajnë. Për luksin me të cilën jetojnë.
E grupit par, Allah subhanahu wa taala na kalon neve amanet. Shoqërisja kalon amanet mu kujdes. Si që përshkun Allah subhanahu wa taala, yahsabuhumul jahilu aghniya'u min at-ta'affuf. Tha janë do njerëzit të cilët mundohen, punojnë, nuk ju del rroga, hakat. Jo që janë pritafsh, jo që s'punon. Punon, shkon punë, 8 orë, 10 orë, 12 orë. Mirë për rëzka Allahu ka pak. Tha yahsabuhumul jahilu aghniya'u min at-ta'affuf. Amo çaq burrat mirë janë, edhe çaq e mojnë vetin që jahili, ignorant, njerëzit e thjesht mendojnë që janë pasunik ata. Edhe pse janë fukara. La yasaluna an-nasa ilhafa. Tha sa ato njerëzit nuk i lipin, nuk kukate, nuk vajtojnë, nuk ja zgatin njerëzve dorën, nuk kanë merak veç me lip, bermaket, jam kështu, jam ashtaj, ki po të njerëzi, si t'ullush, tavolin, si t'janize, o Allah, të gërditet me kafe, gërditet me qaj, se ta, lene që ti ki galet e tuja, kur ta nisha ata ta ban kafen pilin, bolla amela, bolla mira, ka, ani më shtaj, alo me miri shkon, se kina hongër, kina pi, shkon kafja, dhe me thonë, burana, shkon kafja, shtaj kishte shku nja, por Ramazan e për vit Allah të nalme. E kaj, ta ban pilin kafen. Allah zëllë thot, yahsabuhumul jahilu aghniya'u min at-ta'affuf. Tha atë shumë kujdeset, atë shumë është i mirë, edhe atë shumë është i kënaqur me caktimin Allah, që jahili mendon që janë pasanik. Jahili, ku ta shohë dikush nuk e njeh, thot ki ku me ditë sa parë ti ka u kënaqë. A ke po ti kanë kur ta zatekësh miliona ti pone. A nuk e di ndoshta pela a çet muj. Ba makinë 50 i borx tek dyqani jon se s'ka për me paguë. La yasaluna an-nasa ilhaf. Ta nuk ja zgatin njerëzve to. E çka kemi në obligim ndaj këtyve? Allah subhanahu ndaj këtyve, fama tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Allah zëll tha, e ju çfarë ju jepni çiktive? Sadaka, që këto zgjëdhni, që këto lipni sadaka, që këtive i zgatbani dorën, fa inna Allaha bihi alim. Tha qatë qka ja jepni që këti grupit njerëzish, tha Allah e din. Allah e din që ti e ki dhonë vinin e duhur. Allah e din se ti e ki bo veprën e duhur. Ama vlesh dashër, e ki grupit tjetër që thash që nuk ju dalë paret për të raqëllëk. Ska, e ki po dikush nuk i dalim vla paret. Sa e ki rogën 50.000, po jo valla, asë në peqes mujnë. Pëseve së në qëtë mujnë, 60.000 së në qësë mujnë, 70.000 së në qësë mujnë, 90.000 së në qësë mujnë, 2.000 euro, 3.000 euro, 7.000 fronga i me rogë, vënë thotë së më dalin. 5.000 euro së dalin. Pse së dalin? Se ki të raqëllëk ka, amësu me të raqëllëk. Amësu me të raqëllëk. E këtiva Allah zërët ka thonë, kulu vëshrabu, wala tusrifu. Hani e pini, e mos e të proni me hargjime. Mos e të proni mblerje, mos e të proni në hargjime. Kujdes, banja një matematik vetës. Kjo është grupi dytë. Grupi tretë, sot ka me zgatë pak më duket, me ta minë se jam të zgatë në për grupë unë e bajke. Grupi dytë ke ato të cilët do me thonë kënë njerëzit më ambicje, edhe kur ta matë ki më ambicje që nuk i del më halal, thot më shajbe haram. Hajde, veç s'ka lidhje, më shajbe haram. Edhe ki grupi dytë që këtive që janë mësun të raqëllëk, një mujt ditë, mësë me pas të raqëllëk. A i shkon minjerë në kredit për me ble iPhone 14. Ta mësu shoqë, 13 e ka ble para 4 mujve, e ka ble 14, a më kur ka datë 14 proj, si ka para. Ta mësu me të raqëllëk. Kis këshit, kis shkon minjerë në kredit, bere 14 proj në plase. Jam mësune, da me thonë s'muj bëhë që, qish be s'mun, po ja s'muj, falë, valla nuk muj. Po, a munsh, po ja s'muj. E kjo është grupi ditë që mujnë me ranë haram, ma shpet mujnë me ranë. Tretit, janë ato grupi tretit, njerëzve ato të cilët Allahi ja u ka dhonë si të gatë, shofin shumë. Unë e larkë nuk shof, se i ka morë syzët, ama ka do që shofin 2.000 metre, 3.000 metre larkë, 5.000 metre larkë. Ato janë që ja u shofin njerëzve u borët. Smirët nuk preokupohet me vetë vetën. Këshirë djertë. A ki po, del dikush në televizor, për shembull me një sahat, a minja hin në internet, në Google, të këshire qëfar sahat i kajt. Hin në Google e këshire, për shembull, s'povadim në të në shef, do më thonë, Seiko, adhe që ata është ma interesant. Apo do një, Rolex, po, Allah është për blejt vlavin, Rolex, inshallah ma blejt në vlavin Rolex, Allah në gjennet qofë. Rolex, hin internet, hin Rolex, e këshire 35.000 euro banja. Edhe ki ngrati, thëtë shire, unë e kam 1.000, aj 35.000, po qish me e bo edhe unë si aj? Qish me arrit se aj? Ti e ki një kërë 1.500 euro, e ko 40.000 euro kërin, edhe e matë vetin me ata, e këshirë ata,
Ti nuk të këshir vetën, ti i të jamojt galen ati. Për këtë Allah azza xhel e ka një ajet shumë interesant. Tha wala tamuddanna aynayk. Subhanallah, mos i zgat besimt. Mos i këshirve tjertë. Mos vëzitve me të gata. Bëhet shkurtët pak më ngatë këshirve vetën tonë. Kënaqë ma çka ta ka dhënë Allah. Wala tamuddanna aynayk ila ma mata'na bi azwaj minhum. Tha mos i zgjat sin që ti shofsh atyre që ju dham të mirat e kësaj bote. Allah zëll o risku rabbika khairun wa abqa. Në fund të jetit, për mos me zgjatë shumë, Allah tha mos i zgjatë si që ti shëft një tjerëve pasurin që ja ka dhonë Allah. Edhe nëse e shëft dikuen që ja ka dhonë Allah zëll e pasurin, janë dy mënyra. Allah zdoshër janë dy mënyra. Mënyra e parë, e shëft një njeri që Allah zëll i ka dhonë e pasurin, e ki pa një grup njerëzve, një grupi njerëzve, veç me nënë të te kështë nga dhe, qishe ka bomë, ku me di që ka bomë, qish me ja bomë, që këta vetit, munohet, mos foli për zilin, po du me hek ati natin atë zilin, inshallah s'ka në mesin tonë, asë që bëjnë zili, jo, kënë grupi parë, grupi dit, mundet me murë sevap, edhe qish merë sevap, thot, sa bujarë është Allah, këshirve sa shumë i ka dhonë, mashallah të bajka, qëfar bujarije ka Allah, këshirve sa e pa Allah, kjo është me fitu e sevap. Për këtë kjo është e grupi ditë që preokupohen me tjertë. E kur preokupohesh me tjertë, ki me mot vetën. S'ki qare pa mot vetën, Allah i dashë. Nuk ki qare. Ti keri ki 1.000 euro, a i ka 40.000 euro, edhe shta e menosh, qish i ka po, kësi i ka po, dhe te e këshërën për marit, që 40.000 që s'ka ruk tjetër, veç një ka me të, ajo e haramit ashtë. Me hinë haram. Grupi 4 janë lakmitartë. Ata shka lakmojnë. A ki po, janë të njerëz i kur nuk ngrihen. Heq, ka thonë pejgamberi sallam, innal mala khulwatun hadira. Tha kjo dunjo është e ambëlt edhe e gjelbërt. Dunjoja është e ambëlt edhe e gjelbërt. A e ki pa vllaz dashur, ambëlsin këtë dojnë. Rall mund është me gjithë duni njeri, duni e sheqeras që e ka shumë, se me konë e sheqeras që i thuka njerë, berbe ta. Ati, shumica njerëzve dojnë të ambëlen. Edhe e dyta, hadira, gjelbërt. Edhe si pas studimeve, ma bashkohor është gjelbësin, dhe me thonë, sindet e gjelbërta i dosin, i pas këmë edhe ty faqe, vlasni, pas këmë ju pëkut. Gjelbërsin. Amo dy sindet mas shumë ti, shka prishën, edhe mas shpeti që prishën, është ambëlsia. S'ki 2-3 dit, dush me gjujt. A kur të ashtish mishin krip, 2 vjetë rënon, 1 vjetë rënon, e thonë, A ki po, mishin me shtin sheqer, krimet Allah, krimet. Krip, edhe jeshillëki, si të apkutish, abe 1 dit nuk shkon, 2 dit thot, e hupat shkëllqimin e vetë. Edhe kjo dënjoha që ashtu. Me njëherë ka më të prish, 1 dit mirë, 10 dit keq, 1 dit knaqësh, 10 dit mërzia. Lusë në Allah në Azogjel që mos në ban për atyre. Ato kënë 4 grupe njerëzish të cilët mujnë me hije me zgjat dorën për me morë dë një dinar apo dë një dirhem haram. Vlezë dashër, ama këtu ka dhe shejtoni pun pak. Shta këna me i folë, a ki pa njeri kur nalet vetë, vind dikush të folë, të knash ma vetë. A di u zhivat, veç hen filma. Qëtin film, deri sa të gjitësh fot. Këna, u zhivat, pin qullë bosh milioner. Ja nisë, kuta, asha kur të zgjohesh më zvetë. E këto vezvese, vëllaz dashur, shpesh herë mund të marrë shejtoni me na bo vezvese për në haram. Për me hije për e zgjat dorën për ka harame. Vezvese e parë që gjithë se cili ti folë, vëllaz dashur, kur do shejtoni me shtin haram, ashtë veç e pan. Deri kurve kështu keme me i për gjuna. Ha, të minë e zgjohesh, opa, ka dalë. Tha, deri kur? Tha, e ki pove filonin, i bonive milionat, se ka vegajla halal haram, heq. Për edhe atë ketrin, e ki po atë kushin të një këtë shpia më nalë, po edhe ajo po milioner. Edhe ajo poshtë, a këtë qinen ma poshtë, ajo malla ma poshtë, edhe ajo milioner, shka priti? Shka i të priti? Halo ki me nejtë që kështuan? Edhe vinë shejtoni. Të fillon me të dhonë dërës shejtoni, me të binë tije se këshiron. Edhe ti jeve njëri, pasi ato, s'ka lidhje. A i ka villë, ti villë, a i rishfet, ti rishfet, a i se këshirë halalin, ti më se këshirë halalin, shkon puna. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë le jetjen në ale nësi zemen, ka marrë një ditë për njerëzit, la ju bal, hiqbe se ka dert, a me halal, a me haram. Dhe me thonë, nuk e ka dert cilësin, e ka dert sasien, se ka dert a ban as ban, olla para, qysh,
O Allah, lene vete halal në haram. Allah, mirësh me halal me haram. Jo Allah, këshire, qish me bu pare, Allah, qish me bu pare. E kjo është peshenive të kiametit është që njeri nuk e ka dert, a me halal, a me haram. Po e ka dert se sa pare kam i bon. Kjo është e para. Vezvesja parë. Vezvesja dita më e rrezikshme. A kjo është baba është. Kjo është shejtani me këta shumicën ja ka bon atë forën. Cili është? A me thot sa i rim shoj kur plakësh, pëndosh. Kollaj e kiti. Po të sa i rim shoj, kur plakësh, bosh musliman, pëndosh të Allah, shkon në umre, një 2 umre, 3 umre i ban, një 2-3 hoxha i ban, edhe kryet ma vetë. Ose e këthen e pasurije. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, Allah në Kur'an thot, e femen assasa bunyanahu ala taqwa min Allah. Ta nuk është i njëjtë kur njëherë. Ai i cili prej fillimit e ndërton shtëpinë me themele të forta. Nuk është i barabartë me atë i cili e ndërton shtëpinë me themele të lishta me një cep të një lugine. Edhe dridhët toka tha fenhara finari xhehenem, tha i prishet shtëpia dhe shkon në xhehenem. Vjen shejtani. A ve rije, kur të lëkësh vakt thënë njerëzve, ban njerë parë, mbledh parë, s'ka Allah haram hiç, mshoj veç. Vezvesja e tretë që të vjen shejtani të fol që ti të fillosh me haram, apo ta zgatish dorën pasurinë në haram, apo të vjedhësh, apo të bësh diçka pa marrë parasysh rishfeti, vjedhja, edhe 100.000 harame tjera, për mos me gjatë nuk picek. Është vjen shejtani thotë se jetohet me këtë vështirësi. Ka njëri pak do të më zhivadë. Do të më plotsu kushtet të vetes. Një herë jetohet, më plotsu vetes kushtet. Fëmijës më plotsu kushtet. A ki po do nuk ban fëmijë pse? Do të më plotsu kushtet. S'u ja plotsoj. Pse ku më çu, tha do të më çu në privat shkollë, do të më çu në kurs, s'kam parë. E vjen shejtani ti jap shkop, çon kaza. Knaçeve fëmin tan, gjunave fëmia jot. A si të pasaj të hika? A po gruaja jote, po nona jote, po shka? A hin haram. Hin haram se s'ka lidhje. Nuk ka lidhje, veç hin haram. Edhe këtë vezvese vëllezërdoshër, këtë vezvese do të më largu me fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë men sa ala iyalihi, ai i cili munohet që të punon për familjen e vet, është sikur një mujahid i cili është rrugt Allahut subhanahu wa taala. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, sadakaja më me vlerë dhe më shumë që ka pesh është sadakon të cilën ti punon edhe ju jep fëmijëve tu dhe familjes tonë. A do më iknos familjen tonë, punon me halal. A do më plotsu dëshirët familjes tonë, punon me halal. A do më plotsu kushtet familjes tonë, punon me halal. A mos jetë kjo vezvese që të na shtin haram. Edhe e katërta është pak për këto punëtorët. A ki po kur je punëtor veç vjen shejtani të vën vezvese. Veç thot kështu. Një prej vezveseve që shtin haram thotë, a ve pse avi 100 denar gazës nuk është kurrë. Pse merr 50 denar? S'ka lidhje. Ka shumë, fiton. Se ku ti punë ti javën e zot gazës, më njëherë. Do të thonë i kanë 100 motor, në gjën ke fiton 1 milioner. Po pse avi 100 s'ka lidhje pak. Ka shumë. Pse vjedhë këtë firmën nuk ka shumë ashtë, pse vjedhë këtë ka shumë. Do të thonë, kur të fillosh që ta arsjetosh vjedhën tonë, për shkak kësaj ka pasuri, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men iktata haqqu mri'in bi yaminihi", ai cili tha ja merr dikujna. Çfarë hadithi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi është ful para muslimanëve. Tha ai cili ja merr dikujna pasurinë pa hak me beje rrejshëm, do të thonë ban beje rrejshëm, thotë vallahi çka është e imja. Allah e merr. Tha Allahu ja ban haram xhenet. Allahu ja ban haram xhenetin. E pranishme tha, oj dërgumi Allah, po me kon pak 10 dinar, 20 dinar, pak me kon. O in kanë shenjë njësi. Tha oj dërgumi Allah, po me kon pak çata shka e merr. Pak natsin dhe pari zallukon e pronoret. Tha o edhe nëse ashtë që vëllazosh. Seni më me pavlerën kohën e sahabëve ka qenë misfak. Se misfaka dini e pirgarrë. Është druni i ka rrojt. Edhe e gropon pak e pkut rojnë, qaj është misfak. Ka pas me bëllët në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam misfak. S'ka pas shumë vlerë, nuk ka vlerë, pa pare ka konë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njoni prej të pranishme tha, oj dërgumi Allah, po me konë qaj pak me emur pa pasuri, tha, Wallahi edhe nësa është sa një misfak, Allah ta ban haram xhenetin. Këto vëllezër. E nëse ne
shejtoni me të parën edhe me ditën na mashtroi dhe ne zgjatëm dorën dhe filluam me mor haram dhe me ushi veten me haram dhe familjet tona me haram. Çka humbna ne? Çka humbmi ne? Si ne parë çka humbna ne? Dhe kjo është më rrezikshme vëllash. Valla vëllash nuk e di ç'i jetojnë. Mundet njëri me hinë haram pa vedi, ama tu e di që ato po haram. Tu e di që ato mor haram, ato ushi familjen me haram, ato ushi veten me haram, nuk e di ç'i jeton. Sin e parë vëllash është Allah s'ta pranon lutjen. S'ka më keq. Imagjino vëllash shkon doktori thot e keni smundje të keqe edhe shumë ditë edhe shumë pak kohë që më bëu për ahiret. Edhe shpresën e vet me kitë Allah subhanahu wa taala. Edhe ti ngrej dorë ta më ditë që s'ta pranon Allah se haram. Ju shije me haram, i vesh me haram, teshet me haram, pijen haram, këtë me haram i ki fituar. A ka më keq? A ka të shpërim më të madh? Ha po shkon Allah mos e boft askan. Fëmia i tin shkon mjek, edhe mjeku i thotë kështu, fëmia jot i ka ditë të numëruar. S'ka pa jetu shumë. Edhe pak. Edhe ti shpresa e vetme është Allah subhanahu wa taala. Edhe ti ki për mi ngrit dorë te Allah, ama di që Allah s'ta pranon lutjen. Po pse? Apo ki humbur haram. Ki pi haram, i vesh me haram. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë inna Allaha amara al-mu'minin bima amara al-mursalin. Fa Allahu i ka urdhëruar besimtar ashtu siç i urdhëroi pejgambert. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Fa hani prej halalit atë që ja kemi zbrit juve halal. Fa thumma dhakara rajul. Pastaj përmeni pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një njeri. Yutilu safar, ka udhtu shumë gatë. Udhtimi vllazësh pranon lutjet. Ngonisht. Udhtar ka qenë, i pranon lutjet. Ash'atha akbar. Domethënë ka qenë i pluhnost, edhe i pakreh. I pranohet lutja. Lo aqsama ala Allah la abar. Fa ka disa njerëz të cilët janë pluhnost. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ka disa njerëz të cilët janë pluhnost, pakreh, la yubalahum. S'kan kur një farë peshë në shoqëri. Lo aqsama ala Allah la abar. Tha me bu vaki, me ngrej dorë te Allahut, Allah ja pranon më njerë lutjet. Udhtar ja pranon lutjet. I pluhnost ja pranon lutjet. I lodh ja pranon lutjet. Shumë traskapit ja pranon. Yerfa yadehi ila sama, tha i ngrin dorë të kthehet ka Allahu, edhe thot fillon me lut Allahun azza wa jall, ya rab, çfarë? Jo një herë, o Allah, ma jet, o Allah, ma do të thon shumë ju ka lut Allah, tepër ju ka lut Allah. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon anna yustajabu la. A çish më pranu Allah aty doan. Don kit punt, veni, puna, pozita, gjendja e tina është për mja pranu doan. Lutën e ka po shumë me ngulim, ja rab, o Allah. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam anna yustajabu la. Ku më pranu Allah aty lutën? Mashrabuhu haram. Wa malbasuhu haram wa mat'amuhu haram, ta ushimin haram, pijen haram, veshen haram. Anna yustajabu la, ku më pranon ti lutja? Pra ai i cili han haram, sendin e parë që privohet është që Allah subhanahu wa taala nuk të pranon lutjet. Edhe nuk ka më keq se kjo. Nuk ka më keq se kjo, vllai dash. Edhe e dyta është çdo send që zhvillohet trupin tan prej haramit, zjarmi do ta djeg. E katërta është ta largon bereqetin Allah dash. S'ki bereqet pasuria. Ki po do, o xhop, me haram fiton am kur bereqet. A dini çka është bereqet? Dobi me pas parë. Pi parës me pas dobi. Do njerë ki kerin e gjon, kerin e mirë, ka mos ki radhllën kërë. E ki shpinë e madhe, nuk ki qëtësi, për mos me gjatë se enveri anisi mi lujtë kom, të enveri si ti luje kom, do me thonë që është gati për me sosë. Ha? Ampunin i ti enveri. Ani bese i sholla, që qëket keni me gjithë Allah, kur gjo këtë nësën s'keni. Ato keq kemi një parët e jarë gjithëmi. Vllaz doshrajt, atë cilën e ka sprovu Allah me haram, për me nalën haramin, du të dy sindë, mi kuptua. E para, sa është aktual që e qeshmet, e ka qeshme në shlën qeshme, në vanali qeshmet, i shlë qeshmet, e unë po thamë, nalë qeshme në haramit, kime hinë gjennet. Nalë qeshme në haramit. Vllaz doshrajt, fështirë, dush me pasë iman të fort Allah subhanahu wa taala, edhe ti është i sinqert për me nalë çështjen
e haramit, pasurinë haram. Shumë vështirë është. Atë çeshmen me nalt haramit që të rrjedh, Allah dush me anal mas pari komoditetin vetit, rahatlëkën, dush me anal knatësit vetit. E shumë vështirë është. Amo kur ta kesh parasysh se nëse vazhdon me e shlu qatë çeshme, me rrjedh, ai burimi jot i haramit, dije se ti je duke shku në xhenem. Lesh doshur, a ka pozitë më të madhe në shariat se shahidi? S'ka, nuk ka. Imagjinoni një njeri me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam shkon në luftë. Shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka shku me pejgamberin në luftë, me mbrojt pejgamberin, me mbrojt dinin. Shkon dhe vdes. Shkon dhe vdes, burr, trim i madh. Domethënë, është kallëzu baba në luftë. E ka dhënë maksimumin e maksimumit luftë. Edhe njerëzve ju ka rënë sy. Ju ka rënë njerëzve në sy. Edhe vjen e pyetin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, "Hoj dërgumi Allahut, filonin?" Tha, "Po, e di filonin." Tha, "Po çka puna ti?" Ka rosh het. Tha, "Wallahi, shamin të cilën e ka marrë prej plaçkëve të luftës, vazhdon ti ta djeg atë në varr. Vazhdon ti djegët shamia të cilën e murë prej plaçkëve të luftës." Kur shkun e këshirën pasi që kishë roshet, e kishë murë një shami, e kishë të shtinje, jo, para se mundo plaçka e luftës, që e ka murë me haram. Shahidit se ka falë Allah. Për shahidin s'ka pas një ofsi. Shahidin se ka pështue. Mos foli për neve. Allah, mos foli për neve. E kur e tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që shamia të cilën e ka marrë pa u do muslimanëve, vazhdon ta djeg ata në zjarr, domethënë në varr, njëri prej sahabëve i prunin ja dinallet të cilët i kishte vjedhur. Fal, jo kishte vjedhur, por kishte marrë para se mu do. Ja pruni pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, "Këto dy nalle janë prej zjarmit të xhenemit. Si ti kish morën, ju kishin bos zjarm xhenemit." Për këtë lutën Allahun azza wa jall që të na bën për atyre të cilët i kanë frikë Allahut azza wa jall, megjithëse po ta lëm me fol, po inshallah e kam shur shkurt, më me rëndësi është inshallah keni kuptuar. Edhe se në vetëm çka duhet me kuptuar ne është që as mos me ran haram, as mos me fitu me haram, po më munduhe me halal. E nëse mundohemi me halal, Allah azza wa jall na jep bereqet, na jep të mira, na pranon lutjet edhe shumë dobi e tjera. Për këtë lut Allahun azza wa jall, edhe me këtë përfundoj, a ka një dietar i madh. E ka emrin Abdullah ibn Mubarak. Çfarë dietar i mirë dhe i madh akon sa që e ka historinë për babën, po s'po ja cek atë historinë e babës më atë mollën, çikara e ka hungur e dini këtë. Po e cekin një sen tjetër. Abdullah ibn Mubarak e ka pas një sistem tjetës. Një vjet ka shku në xhihad. Një vjet ka shku në hax, edhe ka mësu dituri, një vjet e ka pas haxhin dhe diturin, një vjet ka bu biznes. Tregtar i fortë aponën, edhe shumë prej dietar ulemave i ka marrë me parë. Shumë, tepër. Edhe ki kur dilke në pazar për me shitën, tregtar të ati venit shpejtojshin me zonë safin e parë. Edhe me shku në xhami saft parë. E ki ju theke, o ju musliman, mos gareni për saft parë. Se sa shpak vallëkuati, ata thë saft parë ketë shkojnë ne. Tha gareni me fitu me halal, edhe gareni me hongër me halal, dhe me jetu me halal. Që këtu bani gara. Nëse do një me kalëzu vetin, tha kalëzën janë në tregti me halal. Me fitu me halal, edhe me hongër me halal.